Në Universitetin e Shkodrës Luiç Gurakuqi u zhvillua simpoziumi shkencor Alfabeti që bashkon shqiptarët në kuadër të ditës së alfabetit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj e cilësoi mbrojtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe si një sfidë të kohës. Presidenti theksoi rrezikun që vjen nga përdorimi i gjuhëve të huaja dhe ndikimi i rrjeteve sociale, duke theksuar nevojën për nisjen e projekteve për përmirësimin e shkrimit dhe përdorimit korrekt të shqipes. Është nder që të jem këtu në Shkodër sot me ju në këtë djep të kulturës sonë, për të kremtuar një moment vendimtar në historinë e kombit shqiptar, Kongresin e Manastirit, që njësoi alfabetin shqip, duke na mundësuar të jemi një komb me një zë dhe me një gjuhë. Sfidat që kemi përpara ne sot janë ato të mbrojtjes e të zhvillimit të dialekteve, e paralelisht me të, mësimit dhe përdorimit korrekt të shqipes në bankat e shkollës, në auditorët e universiteteve, në media dhe rrjetet sociale, po ashtu dhe në institucione. Çdo gjuhë, por veçanërisht ato që fliten nga një numër më i vogël bashkëkombësish, si shqipja, ditët e sotshme janë në rrezik nga njëra anë prej ndikimit të gjuhëve ndërkombëtare, por dhe nga ana tjetër prej deformimeve që ndodhin nëpërmjet komunikimit digjital. Duhet të bashkëpunojmë dhe të nisim projekte që ndihmojnë shkrimin e kujdesshëm me standardet të gjuhës tonë. Rektori i Universitetit të Shkodrës Tonin Xhuraj dhe prefekti i Qarkut Shkodër Holta Duda vlerësuan rëndësinë e kësaj dite. Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuqi, së bashku me Qendrën e Studimeve Albanologjike dhe Fakultetin e Shkencave Shoqërore, e ndjejnë përgjegjësinë për të mbrojtur, studiuar dhe zhvilluar gjuhën shqipe me seriozitet, me pasion dhe me profesionalizëm. 22 nëntori është dita kur mendjet më të ndritura shqiptare, intelektual, përfaqësues të viseve të ndryshme, lanë me një anë çdo dallim ideologjik, fetar apo kulturor, që ishin sfida jo të vogla për kohën, dhe ulën gjithë e kuvenduan në një tavolinë përbashkët, nga e cila përjashtuan gjithë këto ndryshime dhe dallime ideologjike dhe qëndruan shumë ndërgjegjshëm që po ndërmerrnin një ndër gurët themelor të trashëgimisë që do të vinte për gjuhën shqipe. Nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi Nikol Camaj kërkoi themelimin e një instituti albanologjik në Podgoricë, duke cilësuar këtë një domosdoshmëri. Në Mal të Zi, ndonë se shqiptarët kanë programe të arsimit të gjuhën shqipe dhe aktivitete kulturore të gjalla, mungon struktura qendrore që merret ekskluzivisht me studimin, dokumentimin dhe promovimin e kulturës gjuhës shqipe. Themelimi i një instituti albanologjik në Podgoricë është një domosdoshmëri historike, shkencore dhe politike.